Dhe mos ta harroj faktin, ajo çka mund të bëhet është ne I thënë ajo periudha infektuese. Se mos harrojmë fruthi thash përhapet shumë lehtë dhe shumë shpejt. Dhe është ndër smundjet më infektuese të cilat mund të parandalohen me vaksina. Pra nga smundjet më infektuese. Një fëmijë për shembull mund të infektojë 9 fëmijë nëse 10 fëmijë janë afër tina, 9 për më njëherë mund të infektoj. Shikoni sa infektuese është, pra 90% e ka shkallën e kontagiozitetit ose infekciozitetit. Por kjo shkallë infekciozitetit nuk është e njëjtë gjatë gjithë kohës së smundjes. Po, ndoshta në fillimet apo? Pikërisht, 4 ditë para se të dalin ndryshimet në lëkurë dhe 4 ditë pas daljes së ndryshimeve në lëkurë, fëmijët janë infekcios për të tjerët. Pra janë këto 8 ditë që janë më kritike për sa I përket mundësisë së përhapjes. Dhe në këto 8 ditë, këta fëmijë duhet të jenë maksimalisht, nëse mund të themi ashtu, në përkujdesje, nëse ka mundësi për izolim, që mos të përhapet te personat e tjerë.